Divjaka ka qenë ndalesa e radhës së kreut socialiste Edi Rama në kuadër të turit të tij për antarësimet. Përpara të rinjve, Rama u shpreh se resurset dhe të mirat që Divjaka gëzon nuk shfrytëzohen si duhen dhe përgjegjëse për këtë është qeveria. Dhurata që Zoti i ka bërë këtij vendi nuk është kthyer në një të mirë për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Kjo është përfajt politikës dhe është politika që duhet ndryshojë. Ndërkohë Rama është ndalur edhe te taksa e shesh, duke theksuar edhe një herë diskriminimin që ju bëhet të varfërve sipas tij, duke paguar të njëjta taksa si të pasurit. Nuk është e mundur që babai apo nëna juaj që jetojnë me një rrogë apo që jetojnë duke mbijetuar përmes punës me tokën të paguajnë TVSH-n njësoj si gjithë pasurit, paguajnë taksat njësoj si gjithë pasurit. Rama ka shpërndar një mitesë raportëri në rrethin e Lushnjës.